Mirë dhe Vilsan. Përshëndetje me mroma. Mirë se edhe të mbausha. Përshëndetje Lule, përshëndetje ju gjithë telefonues aty. Përshëndetje. Faleminderit, mirë se erdhë. Cen a do të kyqesh e ti apo Vilsuni apo ju tjertë do të vazhdani me bisedën. Para se t'ja dhom juve fjalën, kemi nderin se kemi panele dhe Gazmend Bajramin. Mirë se na erdhe Gazmend. Përshëndetje Lule për ty dhe për panelist këtu, pëndërsus. Ju përshëndes gjithve, mëse sërës dhe përshëndes. Mikim tim, Vilsan pranaj, që për momentin në Kosovë nuk i apshtoj sonë të biçatin e kinë gjatë, si kish po si dark sport. Përshëndetje gjithve. Përshëndetje gjithashtu. Faleminderit shumë Gazmend, respekt pa fond. Kush po e merr fjalën apo po vazhdoni ju tre panelistë që ishit ta keni kryt ja dham fjalën tyne që erdhen tash. Lule vazhdo me këta tri që erdhen tash, se na dhe s'kem që debatojnë ama. Lule në qoftë se ban po folin ja dy fjalë. Po tjetër, vetëm mërda. Të pojt i përshëndes gjithë dhe gjusit. E sa për këtë temës tema orë bashkë të qëllune. Une indëgjova si Sakun, si Avnin, si kitë... Gandin. Po, indëgjova, me vëmendje. Une po foli mas pare për motrat mia. Ati se njëri njësët se cili për veti. Une motrat e mia i ku martu me mëset. Edhe si kanë po burët e vete, asa ta si kanë po motrat e mia. Mirë po dikush e familjes tyne ka qeni, motre e tyne ka qeni ka po, ndoshta ose një fotografi, me mëset, kanë jetën mirë, vazhdojnë gjithat, kanë familje. Mirë po, sa përket edhe kjo bashkëtesa, edhe martesa, ka qenë, shiqo, edhe përpara, edhe pse në martu, edhe shumë kohën, edhe s'kan pas kunor. Ne e dim edhe ato. Po, ka po me vite që s'kan po kunor, normal. Po, edhe ato. Edhe e ka qenë. Mirë po, tash një kohë tjetër, tash ka orë një kohë tjetër, tash nuk po mundesh se tash po dalin jo atje, jo në për TikTok, jo në për disco, jo në për gjithdo kun, po njoftohen një aspekt mirë është me dit kush është qaj person, mirë është me të regu si djali si qika, me bo bisit, me familjet vetë, mirë po një onë edhe ndoshta nuk po mundesh edhe me oprish. Po ti cen personalisht a je për bashkëjetesë para martese? Yes, jam, nuk jam. Nuk je? Nuk jam, jo, nuk jam. Lule. Orna? Qaja që e përmeni që thamë, shkujnë për disko, qaja me se shkullë kujnë shpe. E soke me sa të letë vite, si one. Aja me se shkullë kujnë shpe. Po thua, valloj, sot pak gjonë që nuk shkujnë, ashtë, o Isak. Isak. O Isak. Urna. Ti bashmire ki, që po thu, po tash ndoshta dikush nuk e din, se fëmija tash po del, as nuk po të regon a u shku në disko, a u shku të shusja, a të shoku. Po, veç me di që a ku në disko aja të unë sen. Ja, aja shumë e vërtet, shumë gjona ato, po... E shumë la kërku si bje hisa aja. Mirë po, tash nuk e din, mirë po, ka orë një ko, si nuk po munesh mi ndalë. I nderum. Na, një aspekt jem për thonë buarës barë, për thonë me zezë. Deshtë me zdeshtë, po të për thonë e zezë. Po.
Zisa pa janë mikjort. Lule. Shumë i qartë, ti shumë mirë po të kuptoj. Unë ja kisha dhënë fjalën Vilsunit se ndoshta kjo është në pushime edhe është ato me familje apo nuk në shtëpi. Kisha pas dëshirë që fjalën edhe të jap mendimin e vet Vilsuni. Vilsona je kësaj? Po Lule, përshëndetje, mi mama, po ju, dëgjues, panelistë e respektuar, edhe gazmandën e përshëndes gjithë një nga një tjera një mbromit bukur gjithë. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Përshëndetje Vilson, mirë se erdhe. Një si gjithë. Vilson, si po kalon pushime, si je? Përdes, po të kalëzë drejt, sa më mirë e ma knaqësi që të ndijëm të vlau, këtu në Cëravik edhe ashtash, nëse familjen e kom pak më herët, ngruan e 2 vajzat. Unë jam në Cëravik edhe një 4 orë dhe më në idej si të lodhë mirë, ka mundësi më fletë krejt këto, ka mundësi më shkumplinë, to nuk e dim, po është knaqësi kur rrinë të familjartë edhe më përshën shpirti këto, se këto jem linë, këto jem rritë, këto jem eduku, edhe... Vilson Bukre. 90% e kaloj kohën me vlla Lule. Të lumt, respekt për familjen tuaj, respekt për vllaun, e shqyr që kënaqesh e ki ku më shku, e ku më kënaq Zoti i rujt familjarisht. Respekt Vilson. Faleminderit gjithëve. Që është Cëravik kjo Vilson Bukre. Të rashi është, për momentin të rashi është, kem dhe këtë gjyhtari këtu në rezervishëm. Sova knaqesh. Faleminderit, kjo dhe i të bëjmë qabeq, ke kujtari su bashota, kem morën pjesën që të bëjmë, tash erdhe këtu. Mirë çdo gjë është për momentin perfekt. Lule më smarë kohë si ka shumë panelist për temën... S'ka gjë, veç ka të na thush ti. Pa tash më ndëgjova bashkëtesa, o kupton? Po, bashkëtesa apo martesë? A jeni për bashkëtesë para martese? Po, gjithsesi. Se ne jetojmë në një kohë që duhet me pranu realitetin në kur jetojmë. Atë moment që ti martohesh mund marrë për një periudhë shumë caktuar me shkurt, ndarja. Kur ndaret njeri i martuar është krejt ndryshe, po ndryshe është kur bëhet ndarja i pamartuar, vetëm që bashkëton, pavarësisht nga moshë, nga vajza apo djali. Jam gjithsesi, unë kam këtë moshë, për shembull, kam këtë moshë, po atëherë nuk kekim pas në këto mundësi se martesa është gjoja ma e shtrejta në jetë. Kur të martohesh, dush me ditë shumë mirë se çfarë akti vendimtar po merr. Ajo martos sot e dojo nesër, se në disa kosto, janë kosto merramense edhe ndryshe është kur më thot, më falë, ju kërkoj falë gjithë zënis mashkullore apo femrore, valla unë shu gruaja filonit. Po kur me se ka tjetër tingëllon ndryshe. Krejtë si është tingëllon ndryshe. Po mas jetojnë kohën moderne, unë jam për bashkëtesë. Të kuptaj. Zgjat në dëgjoj. Shumë bukur po dëgjohet. Ndoshta mendimi gabum, po na jemi popull evropian, nëse mendojmë më shku për Evropë, duhet më vepru në këtë mënyrë. E nëse mendojmë për më vepru në kalumen, atëherë po kthejmë pi heku makinat e reja dhe pi blejmë kaj pen klia dhe kaj pen kalje dhe pi gradë në kalumës. Lumt Vilson, respekt. Vilson, po të përshëndet shumë Abedin dhe për të fola i ban tunit. Faleminderit Abedin, dritat ishin shkyma, këshyra, të me gjallar t'i ki dritat e dhezën, se kom shumë linija error as 100 metra shumë për 5 minuta kam shkojt e këshpia ti. Abedin, deri me të nanën, do më thonë deri kur pi bjen zhja 12, deri me 12 njëm këtu, që je s'ki nevoj t'i vjen tonë si në shpitone, Misakun e falenderojmë ka thirë, edhe shpresoj që shpejt do pim kaj kafe, Misa Kastratin. Kismet. Juroj një mbromit mirë, gazmet falenderit për përshëndetje, falenderit cen kush o këto Lule, Përshëndet edhe më gjithashtu. e gjithë jeni të nderuar të respektuar. Arnet përshëndes për zëmërsisht edhe ty. Juroj një mbromit bukur, në fillim javë mirë gjithëve. Gjithashtu, kaloj mirë. Faleminderit Vilson, respekt. Është nësi që jem me djumën tuaj, jënë të ndëgjohë dhe familjartin të në dëgjohë. Gjithë që e di që në këtë me djumën tunë, quaj
ka vetëm fjalë miradije, fjalë ndeshme e jo fjalë tulta e banalitet, po jemi të gjithë një, ju respektoj, nderime, shëndet pasi të gjithë. Faleminderit gjithashtu edhe ju. Natën e Fola mirë. familjes e respekt papa. Faleminderit. Natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë. Natën e Pra- mirë, besim. I thumi, urna. A më falni mu se edhe veçës më kanë orë për batari. Patjetër, sak. Faleminderit E shumë, kaluar respekt. fëmijë e respekt për gjithë. Gjithë mirat e Respekt. faleminderit shumë. Atëherë, fjallën ja kësha dhënë të ndëruarit e Gazmend Bajrami. Gazmend edhe njëherë përshëndetje mirë se na erdhe. Faleminderit Lule, përshëndet edhe për juve. Gazmend, temën e ke dëgju apo do ta përsëris dhe çfarë do të na thuash nëse nuk ka nevojë ta përsëris edhe një herë? Ja, kam dëgju temën Lule, vetëm ato se pa persone, vetëm dashta thaj ndikimi jetë sociale në përëndim, o ka ndikon të në shqiptar, po fatkeqësia në shqiptar kemi tradit paret në ikona, mi marë për Evropë, po disa tradita nuk po në ikona. Kuptoj këta shokë se folën para neve, duke një ke pej Svisë më s'ka bo shakania. Pohën kur nga një e thati historinë e vetë, ka ndodhë para 20 vitësh, po jeta është qështë dinamike, sot se ditës nuk pa këtë ja për një Lule. Shumë bukur, veç vazhdo. Bashkjetesa e ka vlerën e vetë në një mos, po nuk kalohet në ekstrem, në qofë sort bashkjetes normale, serioze, e ka do më thonin e vetë, po në qofë se kalon diçka lloj avanture, atër është pak problematik për një shqiptarë. Une dashta mi thoni so Bajramit se e kom mik, e shok, atë thonje se e tha 10 vjetë Lule, 20 vjetë Trandafila se tha, Po, në momentin Lule kur ka vdek Dajaku të në shqiptarët, traditat shqiptarë janë ka shkojnë në parosje. Respektin e ua. Ka shifet se të kalumen gjithë kemi pas respekt, po qatë respekt se kemi pas, si gjënia femrore, si fëmija, si të rritë ndaj fleshve, pas ka qenë për arsye se Dajaku ka folë në të kohë. U hek Dajaku i shkallët, erë demokracia, bashkë me demokraci, erdhen edhe që të zeza pej Evrope, na unë familje tonë shqiptare. Kur kush nuk ka shkon sopa borra, si kur kem shku për para, o pa shku sopa borra me kuzhinën e shtëpis Amvisni që shto ishin për para, tash ja pashim harin Lule. Po prapë se prapë moj me thonë se me ta në këto ndikimet jashtit, jetën tonë, prapë se prapë jemi ka qëndrojnë. Vash Zotit se belem që të gjuën shife altare, mos e ndryshojmë edhe mos ta përzim gjakin, me na bo gjaki me les. Ka që Lule, falenderoj. ta kisha bo edhe një pyetje, ti personalisht a je për bashkëtesë paramartese? Pa Lule me s'bo me thonë jo të rajnë se kom bashketu vetë personalisht. Aha, okej, e kuptoj. Tash, nuk po të mu bo borë mirë, tash me mos veqë, din? Të kuptoj, Ka kom bo vetë, tash ja pashim hajri. të kuptoj, nuk ka gjo, respekt. Faleminderit, përshëndet të vërtet. Shumë faleminderit. E cen, a kemi shtu diçka apo ti e gane? Jo, unë Lule, jo, unë veç i përshëndes dhe jam i pajtimit edhe me këtë gazmitë, Gazmit. ha? Po, jam i pajtimit shumë respekt, që tha. Jo, s'kam mështu aso, veç u për veti, u për veti fëlla, u për bashkjetes, u s'jam për ata, kur njoftohen, martohen, u krye, se jo më bashkjetue, 5-6 muja, një veta, 5 vjeta e masrami, gjithë të shpia, ajo në probleme. Po. Mendimi jam është ajo. Jo, Për pajtona- fëmijë ashtu ku vepruar. Pajtuna edhe unë plotësisht, unë vetë thash edhe në fillim, unë vetë i kam 2 djemë edhe nashta nestra më bashkjetojnë, por për dëshiren time ma mirë kishte me qenë njëhen pak një kohë, por pa bashkjetu
të fejuhen, të rinë edhe një ku edhe të martuhen që sha deti, por me qenë se sa jemi në këtë kuhen moderne pequajna me njerëz të modernizun, me tradita që gatin zhduk janë tuna se shqiptare, që shë ceki dhe inderuari Gazmend Bajrami ishallave që kjo gjumë, nuk na hup se kulturat e traditat gati janë veç në zhdukje. Po qa me ba, kështë është i Shumë e vërtet, shumë e vërtet Lule për bes, po. Unë ju falenderoj shumë nëse nuk keni me shtu diçka, ju falenderoj shumë që u bot pjesë e telefonatës dhe bashkëbiseduam rreth kësaj teme që me të vërtet ka çka të flitet, respekt pa fund. Faleminderit, natën e mirë për gjithë, natën e mirë Lule, respekt për gjithë. Faleminderit shumë Zed, natën e mirë gjithë. Respekt, edhe në gohë respekt të natën e mirë të gjithë. Natën e mirë gjithë. Gani natën e mirë, faleminderit edhe nga ana ime, faleminderit shumë që natën e mirë gjithë mirat, respekt. Faleminderit natën e mirë. Natën e mirë. E pra, të nderuar dëgjuesi, kishëm në panel, pra edhe panelistët tanë ku i falenderoj, gjithkush e dha mendimin e vet, por pa humbur ku unë e kam edhe një telefonat ku do ta marr për pak shkoj paneli. Edhe njerë i përshëndes të gjithë emër për emër, i falenderoj të gjithë ju që ajni ky që më vëni të përshëndetur nga unë dhe stafi. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Yzer. Përshëndetje dhe për juve, zonja Lule, përshëndetje për atë telefonues në stafin e juaj. Po si je si kaluve sa dhe ke ditë vikendi? Po mirë, faleminderit, në ditë vikendi kohën e mirë e kem pas, si t'ja si sot, mirë, tash përgatitje për nesër, dhe unë e mbarë. Do të me sa ba, më shku në punë. Qa me bo, knaqëm. Po do të me menu, kur ka unë ja. Allah fa. Ja unë e marë presheqarë, që kjo për në pja. O amnive kër i nashtë nuk e konte, se të je kyq ma vën, kër i thash shaqës, thash këtë do të me shku me punu se për 10 cent, pasha zote për 5 cent, se të ure nuk ta jep një artikull, do të me dalë mu këthy. Ska këto, kam doja, kam teza, kajshia, shkruje një blak që atë, se ti bi mas një muj dite dhe të evre që mu rarë. Qëre mu binë atë fjallën të ju, për shemë kanë do njëherë diska për me lyp këtu, dhe më në firëm diska për me lyp si forshos. Edhe tha, shko tha në bankë. Të mon jam me lyptin e shoku, po tha shko në bankë. Nuk ishë mësu me dhonë, dikush diçka, bërë se si nga mësuna. Ja me shkrueti, shko shqitore me shkrue, a i kush e ka pas shqitore në përfshat, e ka pas shqitore, u du me ru si sytë e bollet, se konkret për shqinë ta. Krejt, pu për zotën. Shumë e vërteta. Të ja ke po këto, a cigare këta nuk qesit, vëllaj me të hargji që ato del gusha për që ta qenë dikush një cigare. E vërteta, po shamu në shumë të shëshni këtu në punë, do që pinë, me një 10 që 50 cent ama një cigare. Dhe marë, këtu njëherë ta që dyten, se të na kanë fillu edhe shqiptarët ka njësë pak me nëzirë si ti nëza cigare me mshefe, se të na, qërës gjithmonë ka hona ja bërë në të migjës. Të na ka dhonë veresie, ka dhonë aksie, të na ti ka dhonë, po sot shko lyp të dikon, diçka, dhashkush. Jo, vëlla s'ka, shumë pak e heq, shumë pak e heq. Yzer, a ke dëgju temen dhe a do të na bëhe shpisë e teme sante? Po, mërës, ja, dëgjoha këtë Gazmend Bajramin e përshëndes, dhe më honë qërë tema, a ma mirë me bashkjetue, a ma martue direkt, si maca të fes. Po. Unë jam për, tash të kërtojnë, tash na me nejtë shtremt e me full drejt. Aja është e mirë njëherë me bashkjetue, më njoftue, dhe mund me dita, apo më i bujnë e me veti. Apo razitën. Pa kriju familje, se qëre na, e shemë në kretu një martue që 35 vjetë, halon nuk kanë gjë gruën mirë. E le muaj pensë për 2 javë ditë. Se qëre ata që janë për më martu të feju, bashkjetes ata janë fushos zërore. Qëka të thëja premtojnë po? Yzer ki ndërpremje, nuk e di rritin. Që veç pak se për largohena për rritit kryesor krejt dhe mon vajlesit,
Veç pak se po largohen prej Vajlesit, që mundet me ndodhe kjo. Zonja Lula, po më dëgjo tani. Tash është shumë mirë, po, shumë bukur dëgjohesh. Rregull, se dola prej Vajlesit dhe mund të lash vetëm internet telefonit. Qëre na, tati, vetëm një shembull se unë vajza nuk kam, tash nështë flas pak edhe ma shlirë. Allah e dhonë që ata për fuli pak ma shlirë. E vërtet, na, se shembull na, qëre unë nuk kom dëgju, këtu kanë qenë të fejume, jenë shkue, fejume jenë shkue në dete, jenë shkue në pushime, këtu tani Allah në fund të orë puna jenë do, para martesës e qysh. Qëre këtu të bote na, së kore e gaca, këtu herë me mosh. Kur e kanë marrë me shtengu atë moshën shumë e ke lomit gacën. Po me losh lirë të kara. Sot për shembull qiftave të ri, nuk mundesh me ja kufizu sot për shembull vajzës me thonë, jo mos dile, jo mos shkoj, po vetëm na këtu. Nuk shkoj moja maca në thes. Nuk shkoj shembull për haj sot hajtë ta që se kërë merre. Jo mëre, tash shembull ka ndryshu metoda. Unë e plotësisht dhe mund i kuptoj disa prene ma të vjetër e këtu që po s'ka më shëtit rrugëve, po merre që në shpe. Po ma mirë, para se më martue, kur thonë që se pëlqen një unë të gjoj, për unë një të danë. So jem pa martue, se kur të martue me bo shpenzime, apo dhe nesra me kriju edhe familje, edhe më ndohë. Kjo është e keqja të na. A i shakon të i pajtimit për shembull për djalë tash kuptohet edhe të edhe në fullën pak ma lirë se djemt ju këna dhonë gjithmonë për parësi na shqiptar djemve gjda aspekt i të s'kam pas për parësi dhe pse tash nashta shumë jo po apet na këtë thujna ju po djemt kanë dëgjona shumë ma për parësi. Po si kur vojza ju ajtë bashkjetan të për shembull para fejisë dhe martesë, a i shakon i pajtimit? Me pas vojzë për lidhi, se unë e di që nuk i, po thamë. Qore, unë e tash për shembull kur thuhen, bua pitullit. Unë e kisha thonë po, let bashkjetuj, se qore kur i në orë në këtu në përëndim, ne kemi gjetë qatë dite që të vje gruën e ke pru me tarsëm në shpe, apo e ke grabit, ajo në gjetë gruë. Do me thonë, këtu në përëndim për pe bu kunur, nuk është gruë, është dashnur apo frëndi që që në Gjermani. Lebensgefährlich, po, këta që bashketojnë të thënë, po. Po bashketojnë, se a thët nuk është gruja kjo. Mu kërë kom pyet Gjermanin, që sa vjeti e që 30 vjet, kjo gruja, tha jo, frëndin është. Dhe unë bashketojnë se ja. Neve dhe i dikur në shemë konkret, tash ku që be bo kunor zim, edhe bashketes, me ndimi jam është vetëm që e kunor. Asë gjë ndryshim a shumë s'ka. Dhe me honë që, na e ka bo kunor, e tash ka piu. Dhe mund nuk mund e lidhë kur gjëma me kunor, dhe mund është martesë e bashkëtes. Se qëre tash që pëndohë na e asoj ditë e shemë konkret, kur dy partnerët kanë rogën e vetë, kanë tornat e vete, kanë kjerën e vetë, ata moj bashketojnë. Në qëfë se një një qeftë nuk ka torna, a së mërë bashketën, po atë duhet me jetu më martue. Se shemë x rase dim, kur qika e ka banesën e vetë, e ka kjerën e vetë e kretë, edhe mundet me thonë atina, i aronit qërë, ta kur me rrim, hajtë e sondit të unë në venesat e te, edhe u kry punët. Ata se në martu, mas bashketu, asë jonën. Shumë e vërtet, unë e një, bile si dhe mësë këta Gjermanë që është shumë janë, gati tonë. Tonë. E vërtet. Po. Qëre mëne tash 2 djemi kam të martuëm, dhe më unë i madhi, martuëm më konë, dhe më unë feju me këto kanet, ne vetë, herë bujka tjerë, ka të e u bujë dorë së më martese këtu. I dyti vëlloj 4-5 vjetë, ka jetu me të bashkë, njëftu me krejtë, tek vitin e kalu me kam bu kunurën. Dhe mund edhe kemi edhe një mes, dhe mund lindi, para se me lindë fëmija, u bënë kunurë. Aha, të kuptoj. Mund aja, kur zë nuk njete, se qëre neve drejtë mund do puni kanë letu që ke bashkjetesa. Po nashta dikun fatis ka pri, edhe tash nga muna me fajsu e bashkjetesa se kështë e mirë. Por, këtu e vendosin qifrat e ri. Kemi panele dhe Avdullahit me qenë se dëshiraj të bëhat
të merr pjesë edhe kënë telefonat, po t'jetë në panel me ty zërë. Përshëndetje vëllah, mirë se na erdhe. Alo, mirë mbroma Lule, përshëndetje për ty, përshëndetje për Izerin, respekt për juve. Përshëndetje edhe për ju, Abdullah Partuzja. Mirë mbroma Izer, si jesë për kalan. Mirë, faleminderit, mirë po jemi. Po që të me zonë e Lula, për rokëm të të te, ma kur thëjp s'kep, kur s'kep që ka bëj marëm halku për gujë. Respekt për Kush ka Lule. djem e vajza, kush ka fëmijë është në qëtëfar dere, qëtëfar probleme e ka. Inshallah ja vrunë zotit tonëve i del në po ke hojrit se për zote në bozar, u bozar o i zërsed. Pasha Tore, zote aja po. vërtet, u kujtohet në kong, nuk e di kush e këna më duket që Remzia Osmani, e këna këtë kong, kur the ke pëmer djallin në gërbet, kur përshkon për gjonë vetret. Zamonja gjoj ke baki me dashnorja, gjoj ke edhe me fmi. Anë Kosovë ka unë që unë jem me lirë. Në mon, nuk ka me kunure këtë. Se qëre na shamë të mire e falat beseden, që me bashkjetu këtu. Për bashkjeton me këto, për na shamë me të tërkof, mija nena. Edhe këto ka ndodhë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. E për atë, na do të vetëm një, ju e dini për para në kem vetë kajti ka dojtë, hallat e tezit e këtu, kemi thonë pesë asoj familje, qka për rjedhë. Sot pas ja këqyrë si ju e vetla, e këqyrë Facebook, çfarë trupi ka, jo që ka në kokë. Po te Abdullah, çka do të na thush? A je për me bashkjetu 2-3 para se të martohen? Vallaj, unë jam kundër bashkëtesës, kallëgjej drejt, atë që është cilësojnë e bashkëtesën. Por mu bashkëtesa është sigur njeri kur shkan, thot për shejbje blej një kerë, dikur një salon të mobile, një salon të kerrëve, dhe thot, vajaran të dalajle, ta më jap që të Mercedes, se e marrë me blej, unë e pe blej, po pe marrë dhe me marrë me provu në dit, e nuk boh Mercedesi, mirë, si s'bo ta kthej kerë, unë jam kundër bashkëtesës, që gjithashtu në mbet 19 nëntor, të tërë, mu e tashu me feja i djallin, atje në Suedi, është në lidhe me një vojtë atje, edhe baba i sojnë e dhune, i thash verë, tha, jo, valla, i tha, i e lidhe, tha, me të, tha, ki mu fejue, edhe ditën e mirë, edhe puna, po të mu fejue, unë për vetis, tash unë i kam 2 shika dhe 2 djemë, po nuk ka laj, sot, bo mirë, tha, i zeri, kur ma shtirë, nuk o konë se më vendus këto sene. O, hu, besa, hu, respekti, shtirë shumë. Dhe me thonë edhe Miko, dhe me thonë baba e vajzës apo tash rejs tonë nuk ka qenë një pajtimit me bashkjetu për shembull. Ka pos dëshirë të fejuhet. Bravo. Se vërtet vetë ka orë tha më feju, tha aty ne del tha e ti që vajzë e më është e feju me edhe më dalë del me ta. Se për zotin shumë bëllë mirë tha i zeri po dalin poshtë nalt. Tha e mas mro me kështu lokur është e feju me të selma mirë është më martu, valla bashkëtesa në mu su ka pilqy kur, as nuk u pilqen, jem kundër gjithmonë kundër bashkëtesë. Të kuptaj. Qëre për para, Abdullah të na, për shemull, u kone e behonja një femë në feju u da, ja u lëshuë me të vejë këtu, ato mos ka lidhe ato. Ato më burën me ato. Po vetëm një shemull kretur, pse tash bashkëtesa? Shemull kalun atë në me vetë nesra dojnë kur që kërkujt. Po ke feju me u da, e ka pak një, nashta një behone pak ma tepër se u konë të kalu me to kur që kërkujt. S'kan mujt me bujnë to. Po e feju me ke, po e martu me, kanë pak dalim të konë. Si pas me ndimit tim. Jo, është shumë ka dalim. Aja që ke mu më brek gëse, o feju nashta ka qita fjallë nuk se kur të ka bo gjymësh e muzike, ka rrunozat e këtu, edhe dek dhe nesër, pak para martesës prishën. Qka e ka lidhë diçka fejesa, shemull ma tepër. Kur së mboj? Zërë vetë diçka boda më thomë. Që që më thomë, të na shqiptarët, për pora ka posë njerë moral edhe respekt. Të se në, veç për i shumë tonë të naunë, veç me neve, po këtë kërë shqiptarit, të se në nro për tëke. Për pora, u fejuan një femën, edhe u martuë. E këta të rritë po luajnë, po bojnë hajgore, po luajnë me femna, me vajzat hujet, po zote ka me shpëvuar njerë, se ka dikush ka me lu me vajzat tyne. Se për para kërë lëshon një grue, ose një nuse, u duh me ditë për sa përshohet, edhe u konë lizi kanonët, do gazinit, që u konë për para e më përgjithsat, e merë, dhe le shkan, e ban, ja valla njerë po më pilqen, valla s'po më pilqen, jo eran,
se të kish pas lezë ose që më përëndim shamull që pejlon thminë, se në këtu deli i të banë thminë, i len, pa për kujdesje, pa kur gjes. Mo tut pe zotë stutë këta, mas fori, se një njeri që stutë pe zotë, e spejtina s'ka kur gjë, e këta pe bujnë qysh bëton, se valla e për bora, u duh me onë, për të zi që të kish pas lezë, e të kish pas drejtësi, ata që lëshojnë më tërë, pra hend burra që konkurrojnë do të që kanë marrë njerëz për para, kur ardhe e divorci, e me ja kanë qitë një dënim një zjop, tron typën e këshipu, po sot po bojnë sa dë në hu besa, hu respekti, kur ma shtirë typën në konë, po të kalzej njëtë, si nuk e moj men, ma vakti kesë që. Plotësisht pajtore me mendimin tonë, po vetëm një, ku njeftuan 2-3, as e vetë babën, as e vetë nonën, as e tajen, as kërkon se vetë, vetëm një për para Abdullah, kur odhoni dore një qikës, jem bjedh Vlazillaku. Doja kushë, unë i kam bjedh Vlazillaku, o Vlazillak po ma lypë filon një qiken. A i njët mendimit, a dini diska për atë njeri, a i një për mja dhonë. Tonë kanë thonë po me një gëj, dhe shkuja ke bo për hajrë ti. Sot ja bërë ti për hajrë pa prezec, as Vlazlive, as kërqive, as kërkona, kush dhe me marë të nesra me shku, me më hajtë shkujmë se ma nalë reja, po më shu qika. Që kjo është problemi tash. Se na pedhon me shembull të jap qiken, mikun tën nuk e nxjerr vllau vet, shembull, apo vllau jam, nuk e nxjerr mikun tëm. Që na nuk po pyesëm më. Unë shembull sa ti pyeti, thon djali jam na se po pyetëm për çiçik. O baba ti vetë ko dushun si të duhet pik. Se mo dieta. Do unë për të shkurtën ti as mund vet, kur thati me kanone me këtu. X raste tash mujna me thon se çaja femna el shume, do mund që do. Kur nuk thet që më do, u më kalëshu burë, po i kom nalë. E vërtis. Edhe mua nesra më i gruja, nuk thëmë më ka i gruja, po me kom lëshu. Po se nive na vjej nate. Po tash, vetëm një, shumja e nalë jatë e na kanë dalim. Se një femë që thëtë. Shumë e vërtejt është, po. Një femë që thëtë, unë ju kom nalë Hyzerit, apo Abdullah. Ju kom nalë se kom dash, edhe dhe mona jam burët, ju kom nalë. E tash të njëve na mu ka nalë gruja, na vjen i nati, po e kom lëshu. E këta lëshue. E për ata atëherë deklet në gjykat, kur thuhet i kur shkojnë në gjyq, nër burra të dalë, apo nër burra, atëherë pyete për çka qysh tek, atëherë dihet, a ju ka nalë? Saksësh ku shoh fajtori. Po, a kështu, onë është dëmon, kur asë një grua nuk ka onë që më ka lëshu burë, po i kom nalë. Edhe burrave shumë ju ka një gratë, ty i bërka onë më ka ikë, po e kom lëshue. E kom lëshue. Unë ju falenderoj nëse s'keni me shtu diçka për fond. Falenderit për juve, zonja Lulja, pashtu dhe për Abdullah, një javë të parë. Jo mirë, dhe gjoshën në Unë bota, vizër, vespak, vizër, një minut bota më shtu pak, unë e diçka. Në vitin 2015, kom qenë në egzot me familjen në Vjen, Trajskeren, kom nejt një 2 muaj dit. Të Vjena, Badeni ofër, Trajskeren, Baden. Ne me Badeni, Trajskeren. Po, atë kom nejt kompin botnur një 2 muaj dit. Besoj e më shku mi morë do bok për një cent s'ma ka dhonë Gjermoni. Interesant e shku në atë na bëllë fukara jep, 5 cent na si morëm kur reqa, apo njërë në tuk i morëm, as një cent, as 5, as. Po që ka tu kursujet cent e kam bo që tu i kam bo. E vërtet, tash veç, po nona, veç një po të tash është Interex i marketi këtu në Vushtëri, që është Interex. A disa njeri sa qarkullimi mrena dite bohet, dhe s'ka një cent, jo nësi morëm, as një, as 2, dhe në 5 e përpjet po, a dër 5 jo nuk i morëm aty timat. Po qëre, aja ke po ku e lenat kacën unë është. Aja cent bëha kina është e bëha 10 euro, 15 e bëha kasira aty, të kacën. Normal. E vetëm një se u koni në fushësoj Interexi, u mbyllë në 19 euro, ka unë kush e ka një cent e ka shpërblim në televizion. Se ka pas kërkush. Kërkushes. Unë ju falenderoj shumë për telefonatën, falemderit shumë, ishte kënaqësi ju uroj mbrëmje të bukur e falemderit shumë. Natë mirë. Natën e mirë, kalën e mirë, respekt. Natën e mirë gjithë mira, të. Pra ishte edhe Abdullahi dhe Yzeri, unë do të marrë edhe një telefonat, sa është duke me pritur, shpresoj të kam në lindje, nëse ju, unë do shkoj me muzikë dhe do të baj pak një pauzë. Aferdita Jusufi, natën e mirë gjithë mirat, respekte dhe nga una junë. Apo në lajmërohesh, a nuk po në lajmërohesh, jo.
E kam tashmo edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mbroma mirë se na erdhe vendas. Mirë mbroma, përshëndetje edhe për juve, mirë si e gjeta. Unë ju dëgjesha juve, por për të dhe përfunduve fjallën manale. Po mu nuk më tregoj ke që je hin lidhje, heq sikur mos me ka heq në lidhje askor gjë për çata. Ka met me panela nejna. Me siguri. Vendas se kaluve, se ta pushuve. Mirë, besa mirë, kosa dhe këmë po pushim. Lirë, super. Mirë, mirë. Atë ka Kemi një gripi. parfejt në qytet. Atë ka kalu kulli. Kulli halo ju, krejta mo kështë gripi po mirë ka kalu. Shqyqër, ja kulli, po zgat kem, që një javë dit, halo që ashtu? Që ape dhejza, mos ma shti tërfin. Krejt kanë me shku. Vendas, a ke dëgju temën dhe çka do të na thuash, apo ja, ç'është kish qef? Unë e kom dëgju temën dhe i dëgjova disa përgjigje, kam drejtën nuk o mujtë bashkë shumë me kuptu përgjigjet, Aha, për shumë arsye. po, Se po i ngatërojnë pak lidhjen para bashkëtese, pastaj bashkëtesa dhe me vën martesa. Bashkëtes nuk ka ajo. U mënuva vendas 2-3 herë me tregu që lidhja o krejt diçka tjetër, bashkëtesa diçka tjetër, po dikur e pasha dhe lash, mo nuk ndërhyna heq, veç i ngova. Bashkëtes, lidhja do më thonë nuk është bashkëtes kur një vojzë ose një djalë del shembull një herë një javë takohen dhe kthehen për shtëpia të veta. Lumt. Na e kem kuptu bashkëtesën kur kem dalë në Evropë, se kem ditë ma herët. Shumë e vërtet. Këto, kur bashkëtojnë dy persona, bashkëtojnë në një shtëpi. Sikur ku më konë të martuar, vetëm Bravo. që konorizimi i mungon. Bravo. E ajo është bashkëtesë, kur jetojnë të ankohen bashkë. Te na në Kosovë, me morti një shembullon një vojzë apo vojza e një djalë, pa marrë parasysh me çun shtëpi me bashkëtu me ta, kimi po musafir 30 orë me ta bo për haj. Edhe ti kur ti thush se jo nuk jam martu, po jam veç të bashkëtu, kanë më nalë me këshyr një tjetrin, se s'kan me të kuptu. Nuk ka që me hona të kuptimi, nuk ka bashkëtesë të na halo. Unë halo nuk kom dëgju si një vend të na në rreth tunin, auto bashkëtu dikosh me dikan. S'kam dëgju. Tu bisedu po, tu kalu po, ato bashkëtu në një shtëpi. Di njerëz se janë pa konur, njerëz se janë pa konur, po janë të martuar. Se të na konorizimi vënë Nuk më rëndësi, bravo. Nuk ka një rëndësishëm. Në shta po përgjigj në gabim? Jo, unë një personalisht që mas 20 vjetë që kanë linë thmija, ju në rriti ka bo thmija 20 vjetë që atëherë prind kanë bo konur, se ka unë nuk ka më rëndësi në atë martu mjem, thmi kem, nuk ju ka vijgjon, për shembull veç tash puna e dokumenta, puna sene që shpesh tash kanë do sene duhet, se për zotën gjeneratat para neve që ju kanë 99% ju ndek edhe s'kan pas konur heq, ata martesë o kanë. Vërtet e kom martesë dhe unë jam martu shembull në 2010 dhe në 2018 kom bo konur. I kom pas 3 fëmijë kur kom bo konur. Edhe ju diçka shembull që S'ka vi kur gjë. Me bo diçka, po mos i kom jetu në Kosovë, nuk më ka dash diçka dokumenta shumë në si dhe nuk këtë arsye. Normal, të kuptojnë për që ata po thamë, normal. Po, unë jam kom i martu, nuk e një bashkëtesë ato, si kom pas 3 fëmijë. Po ti sot, për sot, a je për me bashkëjetu para martese, për shembull këto gjeneratat e reja, për shembull tash? Qëre, unë nuk jam një gjeneratë e vjetër për mos mi kuptu senët.
tham drejten, nuk më pëlqen bashkëtesa. Kam dëshirë fëmija jam unë njoft me një person. Por në momentin që shkën bashkëten në shtëpi me një person, dhe pas 3 vjetë shë mundohat me thonë, nuk mund me thonë që valla veç ku më bashkëtu e jam da se e këmë se jam konë në martu në kërë. Ose vojzë ose djali. Pas ndaljes se bashkëtesës është e njëjtë si kur ndalja martesës veç atë konërizim që nuk e ke posës nuk e ke qartë. Edhe s'ke mund me marë pasoni kur gjë. Besa tash këto në Evropë edhe me bashkëtu që kanë një drejt për bashkë, pa ku në urheq, edhe i ta kanë diqka. Nëse kanë pasuni njëndi. Të në në Gjermani e të ju nuk e di. Unë e kom punu një shtëpi një personit, ka qenë shtëpia tina dhe të bashkëtu me një vajzë, e jo të martun. Kajtë investimin e kanë bo për gjysë. Edhe qka mu ka duk mas interesante se kur kam hinë kuzhinë tyne, me punu edhe në kuzhinë, besa në zetë, krejtë fakturat që kanë ble, t'i rujt atë, në fund të mra me bo barazimin. Kur të më rrinë që të gjonat e na në Kosovë, atë letë më rrinë edhe kjo bashkëtesa dhe gjonat tjera. Si më konë gjenia femrore, mos më dalu në asë një mënyrë për gjenisë më shkollore, në asë një mënyrë. E jo burri për në, gruja për një dasëm blej fustanën 500 euro, në res frizurën 150 euro, blej ato farë të mahë me sandala, po qështë dërën e këtojnë na, në rreth 100 euro, e shpenzaj për një dasëm rreth 1000 euro një gru. E një burë për në gruja rreth të shpia, kur vlerë pasonis, as kur gjofri s'ko më ditë. Klëmt. E kur të lypin drejtet e barabarta nga një herë, one nuk jam kondra gjenisë femrore me pas drejta. Po jam kondra ty një njerëzve që nuk e kuptojnë as burri gru. E mas po do të më barazu gjona tjera, si të puna, si të shpenzimet, si të pagesat, ma pas edhe që bon bashkëtesa edhe hinë taman në Evropë, s'kim që me bon, hujna më konë ma dalunit e ma të veçantit vetëm na Kosovarët. Të kuptaj, faleminderit shumë, në mendim të pastër e ka dhënë, respekt pa fund, bravo. Edhe nga ona ime keni respekt, ju falenderoj për kohën që ma dhatë, thira vetëm për një sehin pak se i lidhet bashkëtesës, se nuk janë të njëtet në mi, kështu që shpresojmë se martesat e fëmijëve të me që ka të banë, pak ka shumë beli kam dëshirë një njoftë familjen, ose farë cungu kanë. Inshallah të plëcove dëshira. Vendas të kësha thome në kënu një kongë për u bon pak vënd për shahura 11, nuk për të ngushtoj heq, shpresoj se tjera herë kur të kemi misionet edhe ma herët kur të kua. E të thamë drejtën se asë nuk jam sonte për me kënjë kongë. E di se dhe zonën e ki e kullën e, dhe si po keshe për mërten. Ma shumë hinam ju përshëndet, ty e gjithë dhe gjusit, respekt për gjithë zotë rrujnë ku do qeni, e mjë dhe gjëfsh në përmisionet tjera. Faleminderit shumë Vendas, natën e mirë, gjithë mirat e respekt pa fundon nga ona ju, të. Natën e mirë. Natën e mirë. E kishëm pra edhe dëgjuesin ton, Vendasin ton, Abedin Berisha Drenica. Unë kam edhe një telefonat, do ta marrë edhe këtë telefonat, edhe pse pa pushim, por do të shvazhdoj. Shpresoj të kam nëse ju po shkoj, se veç u bo, ora 11. E kemi edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirë mrama mirë se na erdhe Bacereq.
Me mbrëma Lule, qyshinja, e një mirë? Mirë, faleminderit, mirë, po ti si? Po mirë që shtu vetën, plaku vetën o meqë, sa dhe. Qa me bon, inshallah ki shnejten veç. Po, jo besa mirë, për vjetën mija mirë po mohëna. Shqyqyr që ta ka dha zoti shnejten edhe inshallah kështu vazhdan, qa me bon. Kom sminja ka nejtën qika, djemte, nejtën e, hajde po, unë e shmushku, vëlla se ata tonë për puna, thash po rikë tu, mara hat jam. Ja, sa ti eshi zëdi vejti nash, se ti bedha t'je knaq është se ka zarash për juve të më shumë të kur punujnë tonë, për zotën nuk është e lejta si tru. I kom Frankfurt, i kom 2 djemt, edhe shike djali i kom në Austrin Linz. Edhe shtu që pak atje më konë, po të në për puna, s'mi janë qërë dhe nuset më puna, vetun për vetun, ashtë am kini thirë, mja rujt banesëna, jo për rujt banesën qamen pejnë. E qështu. E negova që temen, jam ty të përcjell gjithmonë. Ta në herë me juve, jam di, falënderit shumë. Programi juve, ini shumë programi mirë, me shumë ideja, me mendime, lirat, mira. Por rëthime qa do të në thush? Avnija më përqej, që ato që ka tha, avnija më përqej. Se qashtu edhe duhet me konë, djali i kohës, jo, baba i kohës. Duhet me jetu me kohën e sotit. Qashtu që unë i pajtona me këta, ma mirë se të një merur të show, kjo po shkon nga kjo punë, në të këtyrin apo mundën me që jetën, nëse mundën me që, nëse s'pojnë, e ndërprejnë edhe apet ma pak zarar. Edhe apet s'mod nome, ja? Po, jo. Te unë ka nëzë kur njëre, që i ka martu që 30 vjetër që i ka sminën dhe e tonë, edhe dhe më thonë kukush që nuk është kry puna në qëtë par mënyre, po apet, po nuk o keqë. Mendimi jam, tash, nashta unë që jam maj mesmi, veç mendoj që dhe të përvoj njëre, bova ki se qëtash merro njësa të shovë, dhe qysh pak si lojë, po më duke të maron që ajo. Nashta kom gabim, veç unë mendoj që ashtu. Po ti personalisht, a je për shambull thmit, nëse ti ki të martun, po tash ki një pa mesa, me bashketu një herë para se me martu, me naj bashk. Jo, se unë kam rastin që tash, këj maj vogli, i ka 28 vjetë. Edhe është, ty dështë me feju një qik, ty dështë me më thonë janë që një vjetë, kështu veç me telefon. Po konë këtu e thash që djallë, a i gare më së më bë, nuk ka lojë se është të krahit, dhe unë i kam një pa të dojtë në një zbitë se anena, tash më nuk bëlloj me njerës, nuk kam qef me lujtë me njerës. Po të pëlqen, mërë në veshtë më zveti, unë shkoj e fejoj, unë du mënyrën e vjetër. I kam 77 vjetë, unë kam që me qato reglat e moshme, jam lej, me qato reglat du me dek, me qato reglat, nashta e kom gabim me qune që ashtu jam. Bravo. Qështu lide. Shumë falimderit për telefonatën. E kom nërmen me shku me, nëse vendos djali, me shku me feju mënyrë të regullt, e të një ata, ja bën letrat e shkon djali, e mërë atje në Frankfurt edhe, vishtash ndoj nuk du. Që s'kam qep me lujt dikush, me qikën teme, asë djali jam s'ka me lujt me kërkan. Nuk ka loj nuk ka. Për mu nuk ka loj, ta shtë tjerë dhe të menojnë qërë dojnë. Natën e mire. Falemderit shumë, Baceregje. Natën e mirë, gjumë qete dhe gjumë mirave tira. Respekt pa fond, tom. Po mi përget qikës teme shumë, a i ka qëtash 50 vjetë gati, për shëtën stop të me volan dorë, edhe jo natë të ditë me volan, Falemderit shumë, Baceregje, falemderit shumë, natën e mirë gjithë mira, tom, gjithashtu, tom. I respektoj dhe gjusit, shumë i kitë mirë, i ki njerës mesqëm, njerës kujtërum, njerës i nuk ofendojnë, shumë për më përqenë këj programi ju. Shumë falemderit, Baceregje, shumë.
Natën e mirë gjithë mirat, respekt. Çdo herë je i mirë sa ardhur, natën e mirë, tong. Faleminderit, natën e mirë. Të dashur dëgjues, do të lexoj edhe një koment që më ka ardhur këto, apo një mesazh që më ka ardhur këto në numrin tim të Viberit, ku e ka dërgu Luni. Shkruan përshëndetje, Lule Shabon, juve dhe dëgjuesve mund të bëj një shkrim për temën. Ju përshëndes të gjithëve e saj përket temës. Kjo është një temë që ka shumë rëndësi për të rinjët e sodit, por edhe për shoqërinë e tërësi. Nuk kam një përgjigje të vetme që vlen për të gjithë, sepse çdo marrëdhënie është ndryshe dhe çdo çift ka rrugën e vet. Megjithatë, nëse e shohim nga një këndvështrim praktik dhe afatgjat, martesa ofron më shumë siguri ligjore, emocionale dhe sociale. Kur dy njerëz janë të përkushtuar dhe duan të ndërtojnë familje, martesa i mbetet ata në një strukturë më të qëndrueshme. Nga ana tjetër, bashkëtesa mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për të njohur më thellë njëri tjetrin para një angazhimi të madh, veçanërisht në kohën moderne, ku shumë të rinj nuk ndinen të gatshëm për të hyrë menjëherë në martesë. Kështu që në fund të ditës nuk është formë që e bën lidhje të suksesshme, por përkushtim dhe mirëkuptim që ekziston mes partnerëve. Faleminderit shumë i nderuari Luni, respekt pafund, me të vërtetë një mesazh shumë i bukur rreth temës, një mesazh shumë i qartë, respekt Luni, faleminderit shumë. Pra edhe njerë i përshëndes të gjithëve. Kështu që kemi ardhur veç në përfundim të emisionit, duke shpresuar se kemi kaluar çastet e bukura për plot 2 orë, so i shumë i falenderoj gjithë ata që na telefonuan, që me të vërtetë sonte pat shumë telefonata, shumë shkrime, ju kërkoj falje se ndoshta keni shkruar rreth teme, po vetëm këta që po vinë në numrin tim të Viberit, po jam gjendje të lexoj se të tjerë kanë shkuar jam përmise 1000 komente. Unë të gjithë nestra juraj, të gjithë ju që punoni nestra juraj një ditë të mbarë, punë të paleshme, fillim javë të mbarë. Kështu që këtu ju tham natën e mirë, gjithë mirat, gjumë tamel, gjumë qetë, mirë beqë dhe miru dhe gjumë shumë në emisionet të unë të radhët. Dere atëherë tonë.